Në dalje të fshatit Shqipkovicë, mbrëm antarët e shoqatës së gjuetarëve, Shqiponia e Sharit kanë vrarë një ujk, i cili ka sjellë probleme të shumta për banorët dhe bagëtinë e këtij fshati. Antarët e kësaj shoqate thonë se disa herë ka pasur ankesa nga banorët e fshatrave të malësisë së Sharit, pasi kafshë të egra kanë hyrë në brendësi të këtyre vendbanimeve. Mbrëm në fshatin Shqipkovicë, Blerim Nazifi e ka vrarë një ujk, i cili ka bu shumë dëm në fshatin Shqipkovicë dhe në fshatrat e malësisë për rreth. Ki nuk është i vetmi, si mjet kemi shumë ankesa prej fshatarët e malësisë Sharit, ka shumë ujk, po ki është ujku i ditë këtë sezon që është e vrarë. Gjë ka përfunduar sezoni gjuetis, ama në ujku dhe pra këto jenë gjahë dëmtor, dhe me thonë për këto është ton sezonën e lejohme për t'i vrarë. Ndërsa rojtari i pyllit bën të ditur se prej datës 1 tetore deri më 28 shkurt është e lejuar gjetija në pyll, prandaj të gjithë gjuetarët i përmbahen rregullave. Unë si rojtari i gjahut jam i kënaqur me gjuetarët, kanë pas disiplinë, kanë qenë të rregullt, kanë qenë të disiplinuar, edhe më të qenë ngel veç ti përshëndes në mbylljen e sezonit, se prej tash gjuetia është rrepsisht e ndaluar. Gjatë kohës së ndalimit të gjuetisë, gjuetarët duhet të kujdesen dhe të mos dalin në gjueti në atarin e gjuetisë me qëllim që të mos largohen nga vendet foleta adaptuara. Në këtë periudhë kohore, organet kompetente për ruajtjen e gjahut do të jenë prezent në terren.